Përshëndetje të dashur nxënës, jemi me platformën digjitale të lansuar nga Ministria e Arsimit të quajtur si e-klasa. Unë jam Seledin Abduli, ndërsa ju ndiqni pra lëndën e edukimit qytetar. Tema të cilën dua ta zhvilloj për juve sot nxënës është pra identiteti personal. Qëllimet e orës mësimore është që ju të kuptoni pra termin e identitetit, të vlerësoni pra karakteristikat personale dhe të ndërlidhin pra veçoritë personale me sjelljen në kontekst të ndryshëm qytetar. Ç'është identiteti dhe si ndërtohet? Pra, ndërtimi i identitetit të një individi, të një njeriu, fillon nga çasti i lindjes dhe zhvillohet përgjatë gjithë jetës. Bedia për veten zhvillohet që nga mosha më e re, pra se jemi pra të veçantë të ndryshëm, por edhe njëherë është edhe të ngjashëm për shumë gjëra me njerëzit e tjerë. Pra, ky fillimi procesi të ndërtimit të identitetit personal dhe grupor i pasur me periudha në të cilat interesat, dëshirat dhe nevojat e lloj-llojshme kanë rëndësi të ndryshme për individin, të cilat më pastaj ndikojnë në mënyra të ndryshme në zhvillimin e identitetit të tij. Për shembull, njeriu sa role pra ka brenda shoqërisë, aq edhe identitete krijon, të cilat identitete pastaj do të e plotësojnë identitetin pra komplet të një individi. Për shembull, edhe këto ndryshojnë, do të janë dinamik në përgjatë periudhave të ndryshme kohore. Kur Sara për shembull ishte në klasën e 5, për të ishte pra shumë me rëndësi që të jetë nxënëse e shkëlqyeshme. Prandaj ajo kalonte shumë kohë duke mësuar. Por në klasën e 8, për të është e rëndësishme gjithashtu që të jetë e pranuar në shoqëri dhe prandaj një pjesë të kohës e kalon në komunikim dhe shoqërim. Pra, në klasën e 5 ishte që të jetë pra e shkëlqyeshme, ndërsa në klasën e 8 për shembull të jetë edhe pranuar në shoqëri. Sara dëshiron që të jetë nxënëse e suksesshme, por njëherë është edhe interesante në shoqëri dhe kjo është pjesë e rëndësishme pra e identitetit të saj. Disa nga faktorët që ndikojnë në formimin e identitetit janë të paracaktuar, paraprakisht, për shembull, gjinia, veçoritë fizike, vendlindja e tjerë. Pra, këto janë element të paracaktuar të cilët janë pjesë e identitetit tonë për gjatë gjithë jetës dhe nuk ndryshohen. Për shembull, veçoritë fizike, ngjyra e syve, ngjyra e flokëve, maniera se si ne flasim, se si shprehemi, vendlindja për shembull, vendi ku kemi lindur ose gjinia mashkullore, femrore dhe shumë element tjerë të cilët janë pra statik të pandryshueshëm edhe të paracaktuar paraprakisht. Ndërsa faktorë tjerë më dinamik dhe vetë individi dhe mjedisi ku mund të ndikojnë në to janë për shembull vendbanimi. Jo gjithmonë pra jetojmë në një vend të caktuar, mund të ndryshojmë, pra kultura, arsimimi jon, pra i cili është një proces dinamik i cili zgjatën gjatë gjithë jetës. Profesionin e mund të kemi disa lloje të profesioneve dhe mund të ndryshojmë ndërkohë. Lidhjet partnere dhe miqësore, përkatësia në grupe sociale, pra ne mund të na ndryshojnë edhe preferencat për grupe të ndryshme, pra vlerat, interesat e tjerë. Të gjitha këto janë pra dinamike dhe të ndryshueshme. Në periudhën zhvillimore, të rinjt pra janë në kërkim intenziv pas mënyrës personale të shprehjes dhe pyetja kryesore për të cilën kërkojmë përgjigje është pra kush jam unë. Përgjigja e kësaj varet nga mjedisi dhe rolet që të rinjt i kanë në grupe të ndryshme sociale, në familje, në shkollë, në grupin e moshatarëve të tyre, në bashkësinë më të gjerë e tjerë. Pra, kush jam unë është pyetja kryesore për ta kuptuar pra edhe për ta parë pra nxënës identitetin personal. Edhe këtë ne kërkojmë pra në element të ndryshëm, tek faktorë të ndryshëm, brenda vetes edhe në krahasim me të tjerët. Edhe kur i sumojmë pra të gjitha këto, ne nxjerrim pra një individ i cili ka një identitet të caktuar pra brenda shoqërisë. Identiteti personal mbështetet në idenë se çdo individ pra është unik dhe i ndryshëm, gjithsesi specifik në raport me njerëzit tjerë. Pra, dy njerëz nuk janë të ngjashëm sipas pra identitetit personal. Identiteti rezulton nga veçoritë e individit, si dhe marrëdhëniet pra me njerëzit tjerë. Më konkretisht, identiteti personal mbështetet pra në vlerat, ideët, emocionet, qëllimet e individit,
por edhe në krahasimin me të tjerë. Identiteti e jep ndjenjën se unë jam dikush që është i veçantë dhe i ndryshëm nga të tjerët, dhe se përkundër ndryshimeve që ndodhin gjatë gjithë jetës e përjetoj veten si jam i njëjti. Pra, i ndryshëm pra, i veçantë, por njëkohësisht edhe i njëjti për gjatë gjithë jetës së vet. Pra, kështu përjetohet pra identiteti personal. Pra ne jemi ki pra që jemi. I ndryshëm pra, jo i ngjashëm me askënd, i veçantë në të gjitha aspektet, por edhe i njëjti pra për gjatë gjithë jetës së vet. Krahasimi me të tjerët pa identiteti përcaktohet edhe përmes nevojës se të jesh pjesë ndonjë grupi ose të jesh i mbrojtur si pjesëtar i një grupi të caktuar. Të rinjt që të kuptojnë vetveten më mirë i analizojnë gjendja dhe nevojat personale dhe i krahasojnë ato me të tjerëve. Kështu e shohin se ku dhe në çfarë mënyre janë pjesë, si dallojnë dhe si lidhen me të tjerët. Pra, për sa kohë që ne kërkojmë pra vetveten, pra atë pyetjen të cilën folëm në slajdin e mëparë, për shembull se kush jam unë, na njëkohësisht e krahasojmë veten edhe me të tjerët, sepse njeriu është qenie shoqërore dhe nuk mund të jetojë i vetëm. Pra, gjithçka që bën e bën pra për veten, për shoqërinë, edhe për të gjithë ato që e rrethojnë. Normalisht edhe krahasimet kur bëhen pra me të tjerët, me ato të cilët më thon vazhdimisht na rrethojnë. Mund të jetë një shok i bankës, një shok i klasës, një shok i shkollës, njëri që njohim në rrugë, edhe kështu me radhë. Pra, krahasime të vazhdueshme me njerëz të tjerë, me të cilët pra jemi të ndryshëm edhe njëkohësisht pra të ngjashëm. Detyrë pra. Edhe gjithmonë nxënës kur kemi detyrë, duhet që videot t'i bëni pauze edhe njëkohësisht pra të merrni shënime në fletore që të mund pastaj ti zhvilloni detyrat në mënyrën e duhur. Pra, të rinjt me qëllim që të gjejnë pozicionin e tyre dhe rolet e ndryshme që i kanë në familje, pra, si nxënës, qinë, shok, antar të klubeve sportive e tjerë, është me rëndësi që të zhvillojnë shkallësi që do t'ju ndihmojnë që të bëjnë përzgjedhjet e duhura e lidhur me pyetjet siç janë. Për shembull, çfarë dua për veten? Edhe jepni një përgjigje, si mund të arrij atë që dua? Si dua të jem? Si dua të dukem? Çfarë dua të bëhem? Pra të gjitha këto janë pra të ndryshme dhe jo të ngjashme, të them tek njerëzit. Dikujt për shembull i pëlqen muzika rock, dikush pra është pas muzikës hip hop ose R&B, dikujt për shembull i pëlqen patikat të themi të bardha dhe dikujt të zeza. Çfarë dua të bëhem? Dikush don të bëhet mjek nxënës, dikush don të bëhet profesor, dikush pra një inxhinier edhe kështu me radhë, pra preferencat ose çfarë dua për veten edhe si mund të arrij atë që dua, të gjitha këto pra janë të ndryshme edhe njerëzit i shohim në perspektiva të ndryshme. Videon pra pauze edhe i nxjerrni në fletoret e juaja. Nga rubrika e keni ditur se psikologu Erik Erikson e ka shpikur termin krizë e identitetit. Të rinj po edhe të moshuarit mund të kalojnë nëpër periudha në të cilat individi përjeton habi ose pasiguri. Për shembull, të rinjt përballen me ndryshime në pamje. Fillojnë të mendojnë më shumë për atë se kush janë në fakt. U bëhet shumë e rëndësishme se çfarë mendojnë të tjerët për ta. Të gjitha këto gjëra pra ndikojnë në individin dhe identitetin e tij personal. Disa nga ndryshimet janë të kalueshme e disa mund të jenë edhe të përhershme. Të gjithë pra kriza e parë për shembull fillon nga ajo për shembull se çka na mëson familja, edhe çka na mëson për shembull shoqëria, çka mësojmë në rrugë, çka mësojmë ke shkolla dhe çka na shton tek shtëpia. Edhe ka raste kur nxënësit për shembull ose të rinjt, moshave të reja, zakonisht adoleshenca, për shembull nëse pjesë e identitetit të tij, për shembull familjar, ka qenë një lloj veshje ose një lloj sjellje, edhe pastaj do të thonë kur del në shkollë, atje takohet me nxënës të cilët do të thonë kanë kulturë familjare tjetër, veshje tjetër, pra dëgjojnë muzikë tjetër,
duke ndryshe, edhe këtu pra fillon dilema e një të riu apo një nxënësi, për shembull, dhe mund të vijë deri te kriza e identitetit. Pra, mund të vijë deri tek ajo që të ndryshojë komplet imazhi i një njeriu për vetveten. Edhe të ndryshojë pra edhe identiteti të pasurohet me role apo me veti, me karakteristika të reja. Edhe tek ky slide pra ju e bëni videon pauze edhe një herë, edhe pastaj do thënë pyetjeve ju jepni përgjigje në fletoren e juaja. Se pari pra mendo për pyetjen kush jam unë, e më pas plotso pra fjalitë. Interesat e mia kryesore janë, vlerat e mia kryesore janë, nevojat e mia kryesore janë, ngjarjet më të rëndësishme në jetën time janë, veçoritë më të rëndësishme që kam përvetësuar nga më të afërmit janë, përvoja më rëndësishme nga shkolla për mua është, shokët e mi më të mirë janë, dhe pasioni im i preferuar është, dhe e fundita pra kënga ime e preferuar është. Pasi që ti keni bërë pra pyetjet edhe të keni plotësuar, e radhës në fletoren juaj të cilat ju duhet ta plotësoni si detyrë, pra është edhe një përmbledhje e detyrës kush jam unë, është se a kishit të vështirë të përfundosh pohimet dhe pse, çfarë mendon, çfarë mund të ndihmojë që të njohim vetveten dhe sa kohë është e nevojshme, dhe mendon se ndonjëra nga deklarata e sipërpërmendura mund të ndryshohet në 5 vite nga tani edhe sqaro. Unë shpresoj se isha i qartë nxënës në lidhje me identitetin edhe identitetin pra personal. Ju duhet ta kuptoni nxënës se ju jeni të veçantë për nga identiteti dhe çdo njeri nga ju pra ka karakteristika dhe atribute të veçanta. Sa më parë që i pranojmë ato, aq më mirë për ne. Sa më parë edhe sa më mirë që ju i plotësoni, do të thënë, karakteristikat e juaja me veti pozitive, me vlera pozitive, nga njerëz të mirë, të ndershëm, të cilët ju i keni pra për rreth, do të ndërtoni pra identitetin sot të një nxënësi të mirë, ndërsa në të nesërmen pra identitetin e një njeriu të dobishëm për veten, familjen, shoqërinë, shkollën, rrethin, shtetin, vendin edhe gjithçka pra që juve ju rrethon. Faleminderit edhe besoj se isha i qartë.